Nata e Kadrit mblodhi në lokalin Zibraku në periferi të kryeqytetit politikan, gazetar, njerëz të artit, muzikës, letrave, fesë e të tjerë. Ky rit i veçantë i fesë myslimane respektohet nga besimtarët në ditën e fundit të muajit të Ramazanit dhe njihet si nata kur ka zbritur Kurani. Familja kryeministrore ishte ndër të ftuarit VIP në iftarin e shtruar me këtë rast. Vajza e kryeministrit Argita Berisha bashkë me djalin e kryeministrit Shkëlzen Berisha u pan teksa hynin në lokalin luksoz në periferi të Tiranës pak më parë se ora të shënonte 19:02, kohë kur fillon edhe ky rit i veçantë i muajit të Ramazanit. Vlen të përmendet se dy fëmijët e kryeministrit janë praktikues të fesë islame dhe në të pakta dalje publike ata janë parë në ceremoni të ngjashme siç është edhe ngrënia e iftarit. Edhe pse emrat e dy fëmijëve të kryeministrit Berisha kanë qenë shumë të lakuar në shtypin e ditës për çështje të ndryshme, daljet e tyre në publik kanë qenë shumë të pakta. Për këtë arsye kjo ceremoni iftari ngjalli interesin e mediave. Në iftarin e shtruar me këtë rast nuk ka munguar edhe ministrat e kabinetit të ri qeveritar, ku mund të përmend ministrin e ri të mjedisit Fatmir Mediu. Majlinda Bregu në rikonfirmuar ministre në të njëjtin post në atë të integrimit, si dhe ministrin e ri të mbrojtjes Arben Imami ishin mes të ftuarve të tjerë VIP. Mes tyre ishin edhe dy deputetët e Partisë Demokratike, më i riu Gerti Bogdani dhe deputetja Laila Përnaska. Krahas tyre ka patur të ftuar nga bota e medias, sportit, artit dhe fesë. Në ritet e muajit të Ramazanit, nata e Kadrit cilësohet si më e shenjta pasi simbolizon zbritjen e Kuranit tek besimtarët, ndërsa i paraprin festës së madhe të myslimanëve që është Bajrami, e që shënon kështu edhe fundin e muajit të Ramazanit.